Një burr I rënuar fshihet në një restorant bosh, I zhytur në faj dhe në heshtjen e së shkuarës. Vajzë e bërqull hyn me një fletore në duar, duke mbartur të vërteta që askush nuk guxoi kur t'i zbulonte. Që ajo tregon mund të çmontoj një fars dhe të rindes shpresën që ai besonte se e kishte humbur. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Shiu I Marsit binte me rrëmbim mbi Tiranë, duke I shndërruar rrugët e qendrës së qytetit në një labirint pellgjesh dhe reflektimesh neoni. Në restorantin e vogël në rrugën e Kavajës, dritat e zbehta dridheshin pas xhamave të avulluar, duke krijuar hije që kërcenin nëpër muret e zhveshura. Ishte një nga ato vende që koha e kishte harruar, ku kafeja kushtonte 200 lekë dhe shpresat vinin falas me revanin e ringrohur. Tedi Malaj ishte ulur I vetëm në këndin më të errët të lokalit, gishtat I dridheshin rreth filxhanit të kafes tashmë të ftohur. Në moshën 52 vjeçare, ai mbante mbi supe peshën e një jete që ishte shembur si një kështjell prej letre. Kostumi gri që vishte, dikur simbol I pushtetit dhe prestigjit, tani I vare I lirshëm mbi supet e tij të dobëta, I njollosur dhe I rrudhosur si diniteti I tij. 6 muaj më parë, Tedi ishte një nga emrat më të respektuar në tregun financiar shqiptar. Kompania e tij, Malaj Investime, menaxhonte mbi 200 milion euro dhe kishte zyra në Tiranë, Durrës dhe Vlorë. Biznesmenët luftonin për një takim me të, gazetarët ekonomik prisnin me ankth çdo fjalë të tij, dhe gruaja e tij Anisa buzëqeshte me krenari pranë tij në eventet sociale më ekskluzive të kryeqytetit. Sot, ai jetonte në një dhomë me qira në blok, duke ndar banjen me 3 qiramarrës të tjerë dhe duke mbijetuar me ato pak lekë që I kishin mbetur në llogarinë e kursimeve. Malaj Investime kishte falimentuar në mënyrë spektakolare, duke marrë me vete ëndrat dhe kursimet e qindra familjeve. Gazetat e quanin mashtrues, miqtë e vjetër ndëronin rrugë për të mos e përshëndetur, dhe Anisa ishte larguar për në shtëpinë e së motrës në Sarandë, duke marrë vetëm një valixhe dhe duke lënë pas 20 vjet martesë. Zhurma e derës së restorantit që u hap e bëri Tedin të ngrinte syt nga fundi I filxhanit. Një erë e ftohtë hyri brenda bashkë me një figurë të vogël dhe të lagur. Ishte një vajzë, nuk duhet të ishte më shumë se 8 apo 9 vjeç, me flokë gështenjë të ngjitur në fytyrë nga shiu dhe rroba të thjeshta të bëra qull. Ajo mbante shtrënguar pas gjoksit një fletore shkolle blu, duke e mbrojtur nga lagështia sikur të ishte thesari më I çmuar në bollë. Vajza hodhi syt rreth restorantit pothuajse bosh, sytë e saj të errët kaluan nëpër çdo tavolinë derisa gjetën Tedin. Kishte diçka në mënyrën se si ajo e vëzhgonte që e bëri atë të lëvizte I parehatshëm në karrige. Nuk ishte kureshtje fëmijërore dhe as frika që fëmijët zakonisht tregonin kur shihnin një burr të çuditshëm. Ishte diçka më e thellë, më e pjekur se sa duhej të ekzistonte në vështrimin e dikujt kaq të ri. Pa hezituar, ajo eci drejt te tavolina e tij, duke lënë gjurmë të lagura në dyshemen e konsumuar të restorantit. Pronari I lokalit, zoti Besnik, një zotëri 60 vjeçar me mustaqe të thinjura, vëzhgonte skenën nga pas banakut, duke pastruar të njëjtat gota prej një ore. Më falni, tha vajza, zëri I saj I butë por I prerë, I ngarkuar me një seriozitet që binte ndesh me moshën e saj. Ju jeni zoti Tedi Malaj? Tedi ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Muajt e fundit të njiheshe në publik nënkuptonte siklet, akuza të pëshpëritura ose, në rastin më të mirë, vështrime keqardhjeje që lëndonin më shumë se çdo fyrje. Varet se kush pyet, u përgjigj ai, duke u përpjekur ta mbante zërin neutral ndërsa studionte fytyrën e fëmijës. Kishte diçka familjare tek ajo, megjithse ishte I sigurt se nuk e kishte parë kurrë më parë. Vajza nuk u trem. Tërhoqi një karrige dhe u ul përballë tij, duke e vendosur fletoren e lagur mbi tavolinë me një kujdes solemn. Unë quhem Sofia. Sofia Martini. Dhe duhet të flas me ju për maman time. Emri Martini I bëri jehon në mendjen e Tedit si një zile e largët. Ai e njihte këtë mbiemër, e kishte parë në raporte, në listat e klientëve. Por kujtesa refuzonte të formohej plotësisht, e humbur në mjegullën e fajit dhe turpit që ja kishte errësuar mendimet prej muajsh. Mamaja jote. Filloi ai, por fjala I vdiq në buzë kur pa shprehjen në fytyrën e Sofisë. Aty kishte një përzierje vendosmërie dhe trishtimi që ja bëri zemrën të rrite më shpejt. Ajo punonte si kontabiliste, vazhdoi Sofia, duke hapur fletoren me lëvizje të sakta. Helena Martini. Ajo investoi të gjitha kursimet e familjes son në kompaninë tuaj.
Ajo besonte tek ju. Kujtesa më në fund u kristalizua në mendjen e Tedit, duke sjellë me vete një val dhimbjeje që gati e bëri të përkulej mbi tavolinë. Helena Martini. Një grua rreth të 30-tave, me flokë të errët gjithmonë të mbledhur topuz, syze të vogla, buzëqeshje të ndrojtur por inteligjente. Ajo kishte marrë pjesë në disa mbledhje investitorësh, duke bërë gjithmonë pyetje të mprehta për raportet financiare. Tedi kujtonte se ishte impresionuar nga përkushtimi dhe njohuritë e saj teknike. Helena, murmuriti ai, emri i doli si një lutje apo një rrëfim. E mbaj mend. Një grua shumë inteligjente, shumë e kujdesshme me numrat. Sofia tundi kokën, syt I shkëlqenin nga lotët e përmbajtur. Ajo gjithmonë thoshte se ju ishit ndryshe nga biznesmenët e tjerë. Se ju me të vërtet kujdeseshit për njerëzit që ju besonin. Prandaj ajo investoi gjithçka. Trashëgimin që la gjyshi, dëmshpërblimin nga aksidenti në punë I babait tim, të gjitha kursimet që ajo mblodhi duke punuar me 2 turne. Çdo fjalë e Sofis ishte si një kam në zemrën e Tedit. Ai e njihte këtë histori, kishte dëgjuar versione të saj qindra herë muajt e fundit. Familje të shkatëruara, ëndra të thyera, jetë të rënuara nga falimentimi I kompanisë së tij. Por ta dëgjoje direkt nga buzët e një fëmije, të shihej dhimbjen e zhveshur dhe të papërpunuar në sytë e dikujt kaq të ri, ishte një lloj tjetër torture. Sofia, tha ai, zëri I dridhej, e di që nuk ka fjalë që mund të e di që asgjë që them nuk do të. Ajo nuk më fajsonte për atë që ndodhi, e ndërpreu Sofia, duke shfletuar faqet e fletores. Mami gjithmonë thoshte se edhe ju ishit viktime e diçkaje. Se dikush kishte bërë diçka të tmerrshme dhe ja kishte hedhur fajin juve. Tedi ndaloi së marri frym. Për muaj me radhë, ai e kishte pyetur veten nëse perceptimi I tij ishte I saktë, nëse me të vërtetë kishte diçka të çuditshme në të dhënat financiare në ditët para falimentimit. Por të gjithë ekspertët, të gjithë auditorët, të gjithë avokatët që analizuan librat kontabël arritën në të njëjtin përfundim. Tedi Malaj kishte bërë gabime të rënda menaxhimi që çuan kompaninë e tij në rënim. Çfarë do të thuash me këtë? Pyeti ai, duke u përkulur përpara. Sofia ktheu disa faqe të fletores, duke zbuluar rreshta numrash të shkruar me dorë me shkrim të vogël dhe të saktë. Ishin llogaritje komplekse, ekuacione financiare, grafik të vizatuar me vizore. Puna ishte shumë e detajuar, shumë e sofistikuar për një fëmijë. Mamaja ime ishte shumë e zonja me numrat, shpjegoi Sofia, duke vënë re shprehjen e habitur në fytyrën e Tedit. Ajo më mësoi matematikë që e vogël. Kur filloi të dyshonte se diçka nuk shkonte me investimet, ajo e solli punën në shtëpi. Rinim zgjuar deri vonë, ajo më shpjegonte çdo llogaritje, çdo mospërputhje që gjente. Tedi shikoi më me vëmendje numrat në fletore. Edhe me shikimin e tij të turbulluar nga emocionet dhe lodhja, ai mund të dallonte disa nga ekuacionet. Ishin analiza risku, projekcione tregu, llogaritje të volatilitetit. Lloji I punës që vetëm dikush me njohuri të thella të tregut financiar do të ishte në gjendje të bënte. Ajo zbuloi se algoritmet e riskut të kompanisë suaj po manipuloheshin, tha Sofia, zëri I saj merrte forcë ndërsa fliste. Dikush po ndryshonte të dhënat hyrëse për ta bërë sistemin të llogarisë risje më të vogla se sa ishin në të vërtetë. Prandaj investimet dukeshin të sigurta kur nuk ishin. Bota rreth Tedit u duk sikur u ngadalsua. Zhurma e shiut pas dritareve, gumëzhima e ulët e televizorit në këndin e restorantit, madje edhe zhurma e frymëmarrjes së tij u dukën të largëta dhe të mbytura. Për muaj me radhë, ai ishte përpjekur të kuptonte se si llogaritjet e tij kishin qenë kaq të gabuara, se si ai kishte dështuar kaq plotësisht në parashikimin e risjeve që shkatëruan kompaninë e tij. Kjo është e pamundur, murmuriti ai, por edhe ndërsa fjalët I dilnin nga goja, ai e dinte se nuk ishte. Sistemi I analizës së riskut të Malaj Investime ishte I sofistikuar, por jo I paprekshëm. Dikush me akses të brendshëm dhe njohuri teknike mund të ndryshonte, teorikisht, parametrat pa lënë gjurmë të dukshme. Mami u përpoq t'i tregonte dikujt, vazhdoi Sofia, duke kthyer më shumë faqe të fletores. Ajo kërkoi auditorët, u përpoq të fliste me investitorë të tjerë, madje I telefonoi ortakut tuaj, zotit Viktor. Viktor Maloku. Emri e goditi Tedin si një grusht në stomak. Miku I tij më I mirë që nga koha e fakultetit, ku mbari dasmës, ortak prej 20 vjetësh.
Viktori kishte qenë i vetmi person që i kishte qëndruar pranë gjatë falimentimit, duke i ofruar mbështetje morale dhe madje ndihmë financiare që Teddy, në krenarinë e tij të lënduar, e kishte refuzuar. Çfarë i tha Viktori asaj? Pyeti Teddy, megjithse një pjesë e tij e dinte tashmë se nuk donte ta dëgjonte përgjigjen. Sofia mbylli fletoren dhe e shikoi drejt në sy. Ai i tha se po imagjinonte gjëra. Se stresi i investimeve po e bënte të shihte probleme aty ku nuk kishte. I sugjeroi të kërkonte ndihmë mjekësore. Dhoma filloi të rrotullohej ngadalë rreth Teddyt. 20 vjet partneritet, 20 vjet besim absolut, 20 vjet miqësi. Viktori i njihte të gjitha sistemet e kompanisë, kishte akses në të gjitha fjalëkalimet, merrte pjesë në të gjitha vendimet e rëndësishme. Nëse dikush mund të manipulonte algoritmet pa lënë gjurmë, ai dikush do të ishte ai. Por mami nuk u dorëzua, tha Sofia, zëri i saj duke u forcuar. Ajo vazhdoi të hetonte, të mblidhte prova. Tha se do të vërtetonte se ju po përdorëshit si kokë turku. Dhe ku janë ato prova tani? Pyeti Teddy, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm pavarësisht vorbullës së emocioneve që e pushtoi. Sofia uli sytë të duart e saj të vogla të gërshetuara mbi fletore. Mami u nda nga jeta 3 javë pasi zbuloi të vërtetën. Mjeku tha se ishte zemra, se nuk e përballoi dot stresin. Por unë e di se ishte pesha e mbajtjes së një sekreti kaq të madh. Eufemizmi i butë nuk e mashtroi Teddyn. Ai e kuptoi se çfarë po përpiqej të thoshte Sofia pa përdorur fjalë që një fëmijë nuk duhej t'i dinte. Helena Martini ishte larguar nga kjo botë duke mbajtur me vete të vërtetën për manipulimin që kishte shkatëruar jetën e kaq shumë njerëzve, përfshirë të tijën. Provat janë me mua tani, vazhdoi Sofia duke trokitur lehtë mbi fletore. Mami më mësoi ku të kërkoja, si t'i interpretoja numrat. Ajo tha se nëse ndonjëherë do t'ju takoja, duhet t'ju tregoja të gjitha këto. Teddy ndjeu lot t'i digjnin syt për herë të parë pas muajsh. Nuk ishin lot vetë keqardhje apo dëshpërimi, por diçka tjetër. Diçka që ai kishte menduar se kishte vdekur brenda tij, shpresa. Pse po mi thua këto? Pyeti ai. Pse nuk shkove në polici, apo në media, apo? Sepse mami besonte tek ju, u përgjigj Sofia thjesht. Ajo thoshte se ju ishit një njeri i mirë që ishte mashtruar. Dhe sepse... Ajo hezitoi, duke kafshuar buzën e poshtme. Dhe sepse tani kemi vetëm njëri tjetrin për të kërkuar të vërtetën. Thellësia e vetmisë në zërin e vajzës e goditi Teddyn si një rufe. Aty ishte një fëmijë 8 vjeçar, jetime, duke mbajtur një peshë që shumë të rritur nuk do ta përballonin dot. Dhe ajo kishte ardhur tek ai, një njeri i shkatëruar dhe i turpëruar, sepse besonte se së bashku mund të gjenin drejtësi. Sofia, tha ai, duke shtrirë dorën me hezitim për të prekur të sajën mbi fletore. A je e sigurt se do ta bësh këtë? Nëse mamaja jote kishte të drejtë, nëse me të vërtet ka pasur një manipulim, kjo do të thotë se kemi të bëjmë me njerëz të rrezikshëm. Vajza nuk u tërhoq. Përkundrazi, ajo ja shtrëngoi dorën me një forcë befasuese për dikë kaq të vogël. Mami gjithmonë thoshte se e vërteta ia vlen çdo çmim. Dhe unë i premtova asaj se do të bëja gjën e duhur. Teddy hodhi syt rreth restorantit modest, të muret e zhveshura, të shiu që vazhdonte të binte pas dritareve. 6 muaj më parë, ai drejtonte mbledhje në salla luksoze bordesh, merrte vendime që lëviznin miliona euro, ishte i respektuar dhe i admiruar. Tani, ishte ulur në një lokal të rrugës së Kavajës me një fëmijë jetim që mund të ishte shansi i tij i vetëm për shpengim. Në rregull, tha ai më në fund, i habitur nga vendosmëria në zërin e tij. Do ta zbulojmë të vërtetën. Së bashku. Sofia buzëqeshi për herë të parë që kur kishte hyrë në restorant, dhe në atë buzëqeshje Teddy pa një reflektim të njëjtit shkëlqim inteligjent që kujtonte në sytë e Helena Martinit. Ndoshta ishte çmenduri t'i besojë një fëmije, ndoshta ishte dëshpërim, por për herë të parë pas muajsh ai ndjente se kishte një qëllim. Jashtë, shiu filloi të pushonte dhe rrezet e para të diellit të pasdites depërtuan mes rreve, duke ndriçuar tavolinën ku një burr i shkatëruar dhe një vajzë guximtare vulosën një aleancë që do t'u ndryshonte jetën përgjithmonë. Apartamenti që Teddy ndante në blok ishte një reflektim mizor i asaj që ishte bërë jeta e tij. Dhoma e vockël mezi zinte një krevat tek dhe një tavolinë të vogël shkrimi prej kompensate.
Në mur, disa njolla lagështie vizatonin harta vendesh që nuk ekzistonin, dhe era e mykut konkuronte me aromën e kafes së ringrohur që ai përgatiste në një kënd të improvizuar me një pllak elektrike me një sy. Ishte aty, në atë hapësirë të ngushtë dhe melankolike, ku Sofia kishte këmbëngulur të shkonin pasi dolën nga restoranti. Vajza kishte argumentuar me logjikën e pamëshirshme të dikujt shumë më të rritur se tet pranverat e saj të dukshme. Kishin nevojë për një vend privat për të shqyrtuar siç duhet zbulimet e nënës së saj, dhe shtëpia ku ajo jetonte tani, me një teze të largët në kamës, nuk ofronte qetësinë e nevojshme. Sofia ul në dy sheme, me këmbë të kryqëzuara, duke shpërndar përmbajtjen e një çante shkolle roz që dukej se kishte parë ditë më të mira. Përveç fletores blu që ajo kishte treguar në restorant, dolën edhe dy fletore të tjera, disa fletë të lira të mbuluara me shënime, disa fotografi dokumentesh dhe madje edhe një USB roz me ngjitse një brirëshash. Mami gjithmonë thoshte se detajet janë të rëndësishme, tha Sofia, duke organizuar me përpikëri letrat rreth saj. Ajo më mësoi se në matematikë, dhe veçanërisht në matematikën financiare, një numër i gabuar mund të ndryshojë gjithçka. Teddy vëzhgonte nga buza e krevatit, ende duke u përpjekur të përpunonte realitetin surreal të pasurit një fëmijë në dhomën e tij të vogël, duke diskutuar konspiracion financiar me natyrshmërinë e dikujt që flet për motin. Pasditja e Marsit hynte nga dritarja e vogël, duke krijuar një katror drite të artë në dy sheme, ku Sofia punonte si një arkeologe që nxirrte në dritë sekrete të humbura. Le të fillojmë nga bazat, tha ajo, duke hapur fletoren e parë dhe duke treguar një faqe plot me grafik të vizatuar me dorë. A ju kujtohet algoritmi i analizës së riskut që përdornit në kompani? Sakra. Sistemi i avancuar i kontrollit të riskut të automatizuar. Teddy kishte marrë pjesë personalisht në zhvillimin e atij programi, duke punuar së bashku me një ekip matematikanësh dhe programuesish për të krijuar atë që besonin se ishte mjeti më i sofistikuar në tregun shqiptar për të parashikuar luhatjet dhe për të llogaritur ekspozimin ndaj riskut. Sigurisht që më kujtohet, u përgjigj ai, duke zbritur nga krevati për të ulur në dy sheme pranë Sofis. Na u deshën 3 vjet për ta zhvilluar. Ishte zemra e operacionit ton. Dhe kush kishte akses të plot në sistem? Kush mund të ndryshonte parametrat themelor pa lënë gjurmë në regjistrat e auditimit? Pyetja e Sofis ishte e drejtpërdrejtë dhe shumë teknike për një fëmijë. Teddy e shikoi me habi të përtërir, duke kujtuar se Helena Martini kishte qenë një nga kontabilistet më të shkëlqyera që kishte njohur. Me sa duket, ajo i kishte transmetuar shumë më tepër se njohuri matematike vajzës së saj. Teknikisht, vetëm unë dhe Viktori kishim akses të plot administratori, pranoi Teddy. Dhe programuesi kryesor, Kledi Halili, por ai u largua nga kompania 2 vjet para falimentimit. Sofia tundi kokën dhe ktheu disa faqe, duke zbuluar një tabel komplekse plot me numra dhe data. Mami arriti të merrte akses në kopjet rezervë të sistemit përmes departamentit të IT-s. Ajo e njihte Marcelën që punonte atje dhe arriti ta binte të jepte disa informacione. Marcela Doda. Teddy e kujtonte edhe atë. Një grua rreth të 40-tave, kompetente, gjithmonë e gatshme të ndihmonte me kërkesat teknike. Ajo ishte pushuar nga puna së bashku me 10 punonjës të tjerë kur kompania falimentoi. Shikoni këto numra, tha Sofia, duke treguar një sekuencë të dhënash në tabel. Këto janë konfigurimet origjinale të Sakras për analizën e volatilitetit të tregut të mallrave. Dhe këto, ajo ktheu faqen, janë konfigurimet që ishin aktive në sistem gjatë 3 muajve para falimentimit. Teddy u përkul për të shqyrtuar numrat më nga afër. Edhe me mendjen e tij ende duke përpunuar madhësinë e asaj që Sofia po sugjeronte, ai mund t'i shihte mospërputhjet. Parametrat e riskut ishin ulur ndjeshëm, duke bërë që investimet shumë volatile të dukeshin të sigurta për algoritmin. Kjo është e pamundur, murmuriti ai, por zërit të tij i mungonte bindja. Çdo ndryshim në parametrat themelor do të gjeneronte alarme automatike. Unë do të merrja njoftim të menjëhershëm. Sofia ktheu edhe disa faqe të tjera dhe tregoi një sër pamjesh ekrani të printuara në letër të zakonshme. Mami zbuloi se alarmet po i drejtoheshin. Në vend që të arrinin në emailin tuaj, ato dërgoheshin në një llogari dytësore që zoti Viktor kishte krijuar gjoja për të bërë kopje rezervë të njoftimeve të sistemit. Gjaku i Teddit u duk sikur u fton në vena.
Ai kujtonte vagëll se Viktori kishte përmendur diçka për krijimin e një rezerve në sistemet e njoftimit, një mas sigurie në rast se do të kishte probleme me serverët kryesor. Në atë kohë, ishte dukur një ide e arsyeshme, një tjetër demonstrim i shqetësimit të ortakut të tij për efikasitetin operacional. Viktori tha se ishte për mbrojtjen tonë, tha Teddy, më shumë për vete se sa për Sofin. Në rast se do të kishte ndonjë problem teknik, ai do t'i merrte njoftimet dhe mund të më lajmëronte menjëherë. Por ai kur nuk ju lajmëroi për ndryshimet në parametra, apo jo, pyeti Sofia, zëri i saj i butë por i pamëshirshëm. Teddy tundi kokën ngadalë. Gjatë muajve para falimentimit, ai ishte përqendruar në zgjerimin e kompanisë në qytete të tjera, duke udhëtuar shpesh dhe duke e lënë Viktorin përgjegjës për mbikëqyrjen e operacioneve të përditshme. Ai i besonte plotësisht, kur nuk kishte dyshuar në qëllimet apo kompetencën e tij. Ka më shumë, tha Sofia, duke marrë USB-n dhe duke e lidhur me laptopin e vjetër që Teddy përdorte për aktivitetet e tij të pakta online. Mami arriti të shkarkonte disa regjistra të sistemit para se ato të fshieshin. Ekrani i laptopit shfaqi një sër skedarësh me emra të koduar. Sofia klikoi në njërin prej tyre, duke zbuluar rreshta kodi që kishin pak kuptim për Teddyn, por që dukeshin familjar për vajzën. Këto janë regjistrimet e modifikimeve të bëra në Sakra gjatë 6 muajve të fundit të operimit të kompanisë, shpjegoi ajo, duke lëvizur nëpër kod me mausin. Shikoni këtu, në këtë datë. Ajo tregoi një rresht specifik. 16 gusht i vitit të kaluar. Dikush modifikoi algoritmet e analizës së riskut për sektorin e pasurive të paluajtshme. Teddy e kujtonte atë datë. Kishte qenë dita kur miratuan investimin më të madh në historinë e kompanisë në fonde të pasurive të paluajtshme, një biznes që Viktori e kishte mbrojtur me entuziazëm. Në atë kohë, të gjitha analizat tregonin se ishte një mundësi e artë, me risje minimale dhe potencial të jashtëzakonshëm kthimi. 3 javë më vonë, vazhdoi Sofia, pati një modifikim të ngjashëm në algoritmet për analizën e letrave me vlerë të qeverisë. Dhe pastaj në parametrat për vlerësimin e aksioneve të kompanive teknologjike. Çdo modifikim korespondonte me një vendim investimi që Teddy kujtonte se e kishte marrë bazuar në rekomandimet e Sakras. Në të gjitha rastet, Viktori kishte qenë i pari që sugjeronte mundësinë, gjithmonë me të dhëna bindëse dhe analiza që dukeshin solide. Modeli është i qartë, tha Sofia, duke mbyllur skedarin dhe duke hapur një tjetër. Modifikimet gjithmonë ndodhnin pak ditë para investimeve të mëdha. Sistemi ndryshoi për të treguar risje më të vogla se sa ekzistonin realisht, ju investonit rënd bazuar në këto analiza false, dhe pastaj tregu sillej sipas risjeve reale, duke shkaktuar humbje masive. Teddy ndjeu të përziera. Madhësia e tradhtisë, nëse Sofia kishte të drejtë, shkonte shumë përtej çështjes financiare. Viktori nuk kishte vjedhur vetëm para apo manipuluar të dhëna. Ai kishte shkatëruar sistematikisht reputacionin e Teddyt, jetën e qindra investitorëve dhe në mënyrë indirekte kishte shkaktuar vuajtje për familje të tëra, përfshirë Helenën dhe Sofin Martini. Por pse, pyeti ai, zëri i ngjirur nga emocionet. Pse do ta bënte Viktori këtë? Ne ishim ortak. Edhe ai humbi para me falimentimin. Sofia mbylli laptopin dhe u kthye për ta parë drejtë në sy. Kishte një mençuri të trisht në sytë e saj të errët që ja bëri zemrën Teddit të shtrëngohej. Mami e zbuloi edhe këtë, tha ajo, duke marrë fletoren e fundit. 2 javë para se kompania të falimentonte, zoti Viktor transferoi të gjitha pasuritë e tij personale në llogari jashtë vendit. Ai gjithashtu bëri kontrata për shitje të parakohshme të disa aksioneve që e dinte se do të zhvlerësoheshin. Fjalët e Sofis i bën jehon në dhomën e vogël si të shtëna. Viktori ishte mbrojtur financiarisht ndërsa orkestronte shkatërimin e kompanisë. Më shumë se kaq, ai me siguri kishte përfituar nga kolapsi, duke shitur aksione para rënjes dhe duke blerë të tjera duke ditur saktësisht kur tregu do të reagonte ndaj humbjeve të mala i investime. Ai planifikoi gjithçka, murmuriti Teddy, realiteti më në fund duke u kristalizuar në mendjen e tij. Që nga fillimi, ai planifikoi të më përdorte si kokë turku. Mami besonte se po, konfirmoi Sofia. Ajo gjeti prova se zoti Viktor po punonte me disa investitorë ndërkombëtar. Ata donin të falimentonin disa kompani shqiptare për të blerë pasuritë me çmime të ulta pas falimentimit. Konspiracioni ishte më i gjerë dhe më i errët se sa Teddy kishte imagjinuar.
Nuk bëhej fjalë vetëm për një ortak lakmitar, por për një operacion të koordinuar për të manipuluar tregun financiar shqiptar. Dhe ai kishte qenë mjeti i përsosur, i respektuar, i besueshëm, plotësisht i pavetdijshëm për atë që po ndodhte rreth tij. Pse po mi thua të gjitha këto? Pyeti ai përsëri, por këtë herë pyetja kishte një kuptim tjetër. Nuk ishte më për motivimin, ishte për shpresën. Sofia i futi fletoret në çantë me kujdes, sikur të ishin relike të çmuara. Sepse mami më bëri të premtoja 2 gjëra para se të ikte, tha ajo. Së pari, që gjithmonë do të thoja të vërtetën, pavarësisht sa do të dhimbte. Së dyti, që nëse do të kisha mundësinë të ndihmoja dikë që ishte bërë pa drejtësi, duhej ta bëja. Ajo u ngrit dhe eci drejt dritares, duke parë rrugën e gjallë të bllokut. Edhe me shpinë, Teddy mund ta ndjente peshën e përgjegjësisë që mbante vajza. Përveç kësaj, vazhdoi ajo, pa u kthyer, mami gjithmonë thoshte se njerëzit e mirë meritojnë një shans të dytë. Ju humbët gjithçka për shkak të gënjeshtrave të dikujt tjetër. Kjo nuk është e drejtë. Teddy u ngrit dhe ju afrua asaj te dritarja. Poshtë, jeta vazhdonte ritmin e saj normal. Njerëzit ecnin me nxitim nëpër trotuare, makinat i binin borive në trafik, shitësit ambulant ofronin produktet e tyre. Një botë ku shumica e njerëzve besonin se Teddy Malaj ishte një biznesmen i dështuar dhe ndoshta mashtrues. Sofia, tha ai, duke i vënë një dorë të butë në supë, nëse e bëjmë këtë, nëse përpiqemi të ekspozojmë të vërtetën, nuk do të jetë e lehtë. Viktori është një njeri i fuqishëm. Ai ka burime, lidhje, avokat. Dhe ne. Ai bëri një gest drejt dhomës modeste rreth tyre, ne kemi shumë pak. Sofia u kthye për ta parë dhe përsëri Teddy u befasua nga pjekuria në sytë e saj. Mami gjithmonë thoshte se e vërteta nuk ka nevojë për burime për të qenë e vërtetë. Ajo ka nevojë vetëm për njerëzit e duhur për ta treguar. Ata qëndruan në heshtje për disa momente, secili i humbur në mendimet e veta. Dielli I pasdites po perëndonte, duke e ngjyrosur qiellin e Tiranës me nuanca portokalli dhe rozë që reflektoheshin në dritaret e ndërtesave fqinje. Në rregull, tha Teddy më në fund. Le ta bëjmë. Le të ekspozojmë të vërtetën për Viktor Malokun. Sofia buzëqeshi dhe për herë të parë që kur ajo kishte hyrë në jetën e tij disa orë më parë, Teddy pa tek ajo diçka përtej seriozitetit të parakohshëm. Ai pa shpresë, vendosmëri dhe një shkëndijë të atij gëzimi fëmijëror që duhej të ishte I natyrshëm tek dikush I moshës së saj. Por do të na duhet ndihmë, vazhdoi ai. Nuk mund ta bëjmë këtë vetëm. Mami e mendoi edhe këtë, tha Sofia, duke nxjerrë një letër të palosur nga xhepi I xhaketës. Ajo bëri një listë njerëzish të cilëve mund t'u besojmë. Njerëz që gjithashtu u dëmtuan nga ajo që ndodhi, por që ende kanë burime dhe njohuri për të na ndihmuar. Teddy shpalosi letrën dhe lexoi emrat e shkruar me kaligrafinë e kujdesshme të Helenës. Ai njohu disa prej tyre, ish punonjës të kompanisë, investitorë që kishin humbur para, madje edhe disa gazetarë që kishin mbuluar skandalin financiar. Në krye të listës, I nënvizuar 2 herë, ishte një emër që ja bëri zemrën të rritë më shpejt, Daniel Martini. Danieli është daja im, shpjegoi Sofia, duke vënë re njohjen në fytyrën e Teddy. Vëllai I mamit. Ai punonte si auditor financiar para se të hapte kompaninë e tij të konsulencës. Mami tha se nëse ndonjëherë do të kisha nevojë për ndihmë me këto informacione, ai do të ishte personi I parë për të kërkuar. Daniel Martini. Teddy e kujtonte atë vagëll nga takimet familjare të Helenës, një burr serioz rreth të 40-tave, gjithmonë I veshur mirë, me atë ajër kompetence të qetë që karakterizonte auditorët e mirë. Nëse Helena I kishte besuar atij për t'u kujdesur për Sofin nëse diçka do të ndodhte, ai duhet të ishte dikush I besueshëm. Mendon se do të na ndihmoj? Pyeti Teddy. Sofia palosi letrën dhe e futi përsëri në xhep. Mami tha se ai u mërzit shumë kur kompania falimentoi. Jo sepse humbi para, por sepse pa shumë familje të vuanin. Ajo mendonte se ai do të donte t'i shihte fajtorët të ndëshkoheshin. Teddy shikoi edhe një herë nga dritarja qytetin që kishte qenë shtëpia e tij gjatë gjithë jetës së tij të rritur. Diku atje jashtë, Viktor Maloku me siguri po darkonte në ndonjë restorant të shtrenjtë, ndoshta duke festuar një ditë tjetër ku kishte shpëtuar pasojave të veprimeve të tij. Por kjo situatë ishte gati të ndryshonte. Atëherë le të fillojmë me dajën tënd, tha ai, duke ndjerë një energji që nuk e kishte provuar prej muajsh t'i përshkonte venat.
Dhe pastaj do t'i tregojmë botës se kush e shkatërroi me të vërtet malaj investime. Sofia tundi kokën dhe filloi të fuste gjërat e saj në çantën roz. Ndërsa ajo organizonte fletoret dhe letrat që përmbanin provat e tradhtisë së Viktorit, Teddy ndjeu diçka që kishte harruar se si ndihej, qëllim. Për herë të parë në 6 muaj, ai kishte diçka për të luftuar. Më shumë se kaq, ai kishte dikë pranë tij, dikë që besonte tek ai kur pjesa tjetër e botës i kishte kthyer shpinën. Një vajzë 8 vjeçare që mbante mençurinë e nënës së saj dhe vendosmërinë për të kërkuar drejtësi në një botë që shpesh shpërblente të pandershmi. Dita po mbaronte, por për Teddyn dhe Sofin ishte vetëm fillimi i një udhëtimi që do t'ua ndryshonte jetën të dyve përgjithmonë. Zyra e Daniel Martinit zinte katin e 10 të një ndërtese biznesi në zonën e ish bllokut, me dritare të mëdha që ofronin një pamje panoramike të qendrës financiare të Tiranës. Ishte një hapësirë moderne dhe funksionale, me mobilje druri të çelët dhe disa ekrane kompjuteri që shfaqnin grafik dhe tabela që pulsonin me jetën frenetike të tregut financiar shqiptar. Teddy ndjeu një shtrëngim familjar në stomak kur hyri në atë mjedis. Një vit më parë, ai lëvizte natyrshëm nëpër vende si ai, duke përshëndetur kolegët, duke diskutuar biznese, duke u trajtuar me respekt dhe madje nderim. Tani, i veshur me të njëjtin kostum të rrudhosur si gjithmonë, ndihej si një huaj në një botë që nuk i përkiste më. Daniel Martini ishte një burr me shtat mesatar, flokë gështenje me disa fije të thinjura në tëmtha, dhe sy të vëmendshëm pas syzeve me skelet diskret. Kur Sofia vrapoi për ta përqafuar, Teddy mundi të shihte ngjashmërinë familjare në formën e fytyrës dhe në shprehjen inteligjente. Ishte e lehtë të imagjinoje se Helena kishte pasur tipare të ngjashme. Sofia, zemra ime, tha Danieli, duke u ulur në gjunjë për të qenë në lartësinë e mbesës. Si je? Ka një javë që nuk shihemi. Daja Dan, duhet të flas me ty për gjërat që zbuloi mami, tha Sofia, duke shkuar drejt në temë me sinqeritetin që Teddy tashmë kishte mësuar ta priste prej saj. Dhe Zoti Teddy po më ndihmon. Danieli u ngrit ngadalë dhe i zgjati dorën Teddy. Kishte kujdes në sytë e tij, por edhe një kuriozitet profesional që i kujtonte shumë të bien e Helenës. Zoti Malaj, tha ai, me një ton neutral që nuk zbulonte as armiqësi as mikpritje. Sofia më telefonoi dje duke thënë se ishit takuar dhe se kishte diçka të rëndësishme për të më treguar. E pranoj se isha i intriguar. Zoti Martini, u përgjigj Teddy duke shtrënguar dorën e ofruar, e di që prania ime këtu mund të duket e çuditshme. E di gjithashtu se ju nuk keni arsye të më besoni. Por mbesa juaj ka zbuluar gjëra që mund të ndryshojnë gjithçka që dim për atë që ndodhi me kompaninë time. Danieli u bëri shenjë të uleshin në një tavolinë mbledhjesh pranë dritareve. Pasditja e Marsit ishte e kthjellët dhe qyteti shtrihej poshtë tyre si një hartë tredimensionale prej betoni dhe xhami. Sofia menjëherë filloi të organizonte materialet e saj mbi tavolinë, duke shpërndar fletoret dhe letrat me saktësinë e dikujt që e kishte bërë këtë shumë herë. Helena më telefonoi 2 javë para se të ndahej nga jeta, tha Danieli, duke vëzhguar mbesën e tij teksa punonte. Ishte shumë e trazuar, fliste për parregullsi që kishte zbuluar te mala i investime. U përpoqa ta bindja të kërkonte autoritetet kompetente, por ajo këmbëngulte se i duheshin më shumë prova. Teddy ndjeu një therrje dhimbjeje. Helena ishte përpjekur të paralajmëronte për mashtrimin, por askush nuk i kishte marrë seriozisht shqetësimet e saj. Sikur ai vetë të kishte kushtuar më shumë vëmendje shenjave, ndoshta gjithçka do të ishte ndryshe. Mami e dinte se njerëzit nuk do ta besonin pa prova shumë solide, tha Sofia, duke hapur fletoren e parë. Prandaj ajo vazhdoi të hetonte vetëm. Gjatë orës së ardhshme, Sofia dhe Teddy i paraqitën zbulimet e Helenës Danielit. Auditori dëgjonte në heshtje, duke bërë shënime të rastësishme dhe duke kërkuar sqarime për pika teknike. Përvoja e tij ishte e dukshme në mënyrën se si pyeste për detaje specifike dhe identifikonte boshllëqe në prova që duheshin plotësuar. Kjo është mbresëlënëse, tha Danieli më në fund, duke u mbështetur në karrige. Nëse këto informacione janë të sakta, po flasim për një operacion manipulimi tregu në shkallë të gjerë. Nuk bëhet fjalë vetëm për falimentimin e një kompanie, por për një skem për të destabilizuar sektorin financiar shqiptar. Çfarë mund të bëjmë? Pyeti Teddy. Si mund ta vërtetojmë këtë në një mënyrë që autoritetet ta marrin seriozisht? Danieli trokiti gishtat në tavolinë, i menduar. Na duhen 3 gjëra, tha ai. Së pari, prova teknike të pakundërshtueshme të manipulimit të sistemit.
Së dyti, dokumentacion të transfertave financiare të dyshimta. Së treti, dëshmitarë që mund ta vërtetojnë historinë. Dhe si marrim këto, pyeti Sofia. Për të filluar, duhet të kemi akses në kopjet rezervë të plota të sistemit Sakra, u përgjigj Danieli. Fragmentet që Helena arriti të merrte janë bindëse, por jo të mjaftueshme për një çështje ligjore solide. Teddy tundi kokën. Serveret e kompanisë u konfiskuan nga policia pas falimentimit. Të gjithë janë në një depo për ruajtjen e provave. Jo domosdoshmërisht, tha Danieli me një gjysmë buzëqeshje. Helena përmendi se ju bënit kopje rezervë të jashtme në një kompani sigurie digjitale. Tek Siguria, nëse nuk gaboj. Tek Siguria. Teddy kishte harruar plotësisht për atë kontratë. Ishte një kompani e specializuar në kopje rezervë dhe rikuperim të dhënash që ata e kishin kontraktuar 3 vjet më parë, me këmbënguljen e Viktorit. Në atë kohë, dukej si një mas paraprake e arsyeshme kundër dështimeve të sistemit ose fatkeqësive natyrore. Viktori gjithmonë thoshte se ishte e rëndësishme të kishe rezervë në të dhëna, murmuriti Teddy. Por nëse kopjet rezervë janë ende atje. Duhet të jenë, tha Danieli. Kontrata të këtij lloji normalisht përfshin klauzola për ruajtjen e të dhënave për disa vite, edhe pas përfundimit të kontratës kryesore. Sofia duartrokiti, gjesti i parë vërtet fëmijëror që Teddy e kishte parë të bënte. Kjo do të thotë se mund të vërtetojmë gjithçka që zbuloi mami. Nuk do të jetë kaq e thjeshtë, paralajmëroi Danieli. Për të pasur akses në këto të dhëna, do të na duhet autorizim ligjor. Dhe duke marrë parasysh se Viktor Maloku ende ka ndikim të konsiderueshëm në tregun financiar, marrja e këtij autorizimi mund të jetë e komplikuar. Sikur fati të donte të nënvizonte fjalët e Danielit, telefoni në tavolinën e tij filloi të binte. Ai shikoi numrin në ekran dhe rrudhi vetullat. Është e çuditshme, tha ai. Është nga zyra ligjore që përfaqëson interesat e Ishmael ai investime në procesin e falimentimit. Teddy ndjeu një të ftohtë ti përshkonte shtyllën kurrizore. A e din ata se po hetojmë? E pamundur, tha Danieli, por zërit të tij i mungonte bindja. Ai ju përgjigj telefonit me kujdes. Daniel Martini. Biseda që pasoi ishte e shkurtër dhe e njëanshme. Danieli dëgjonte, bënte disa pyetje të shkurtra dhe shënonte informacione në një letër. Kur e mbylli, shpreha e tij ishte e zymë. Sapo u njoftova zyrtarisht se çdo hetim lidhur me pasuritë e mala investime duhet t'i komunikohet menjëherë zyrës ligjore përgjegjëse për procesin e falimentimit, tha ai. Me sa duket, ka shqetësime për përpjekje për të dëmtuar reputacionin e personave të përfshirë në rast. Sofia shikoi e hutuar nga Danieli te Teddy. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se dikush e di që po hetojmë, u përgjigj Teddy, duke ndjerë ndjesinë e njohur të paranojës që kishte mësuar ta dallonte gjatë momenteve më të këqija të rënies së tij. Dhe ky person ka burime ligjore për të provuar të na ndalojë. Viktori, tha Sofia, emri i tij doli si një fjalë e hidhur. Danieli tundi kokën ngadalë. Është i vetmi shpjegim logjik. Ai duhet të ketë kontakte që monitorojnë çdo aktivitet lidhur me ish kompaninë. Kur më telefonove dje, Sofia, duke përmendur emrin e kompanisë, me siguri ke aktivizuar një lloj alarmi. Teddy u ngrit dhe filloi të ecte nëpër dhomë, mendja i punonte me shpejtësi. Për muaj me radhë, ai ishte ndjerë si një viktimë e pambrojtur e rrethanave. Tani, për herë të parë, ishte në anën tjetër, duke përfaqësuar një kërcënim për dikë. Ishte një ndjesi njëkohësisht emocionuese dhe tmerruese. Atëherë çfarë bëjmë? Pyeti ai. Dorëzohemi? Absolutisht jo, tha Danieli, zëri i tij duke fituar një vendosmëri që i kujtonte shumë atë të motrës së tij. Por duhet të jemi më të kujdesshëm. Dhe duhet të veprojmë shpejt, para se ata të arrijnë të marrin një urdhër gjykate për të ndaluar hetimin ton. Ai u ngrit dhe eci drejt një dollapi në këndin e dhomës, nga ku nxori një laptop dhe disa pajisje që Teddy nuk i njohu. Kam disa kontakte te tek Siguria, tha Danieli. Njerëz që mund të na ndihmojnë të kemi akses në kopjet rezervë pa kaluar nëpër kanalet zyrtare. Nuk është plotësisht e ligjshme, por duke marrë parasysh atë që po përballemi, mund të jetë e vetmja mundësi. Sofia i mblodhi materialet e saj shpejt. Kur mund ta bëjmë këtë? Sonte në mbrëmje, u përgjigj Danieli. Tek Siguria ka një qendër të dhënash në zonën lindore të qytetit.
Kontakti im atje mund të na jap akses pas orarit të punës, kur ka më pak njerëz përreth. Teddy ndjeu një përzierje shprese dhe ankthi. Ata ishin gati të kalonin një vijë nga e cila nuk mund të ktheheshin më pas. Sa po të rikuperonin provat nga kopjet rezervë, do të ishin të angazhuar në një kurs veprimi që në mënyrë të pashmangshme do t'i vinte në konflikt të drejtpërdrejt me Viktor Malokun. Ka një gjë që duhet të them, tha ai, duke parë Sofin. Nëse e bëjmë këtë, nëse me të vërtet I kërkojmë këto prova, nuk ka kthim prapa. Viktori do ta di se jemi një kërcënim real dhe ai do të bëjë gjithçka që mundet për të na ndaluar. Mund të bëhet e rrezikshme. Sofia e shikoi me atë shprehje serioze që dukej shumë më e vjetër se 8 vjetët e saj. Dajadan, tha ajo, tregoi zotit Teddy se çfarë thoshte gjithmonë mami për të bërë gjën e duhur. Danieli buzëqeshi me trishtim. Helena thoshte se gjëja e duhur rrallëherë është gjëja e lehtë. Por nëse nuk bëjmë gjën e duhur kur kemi mundësinë, humbasim të drejtën të ankohemi kur ndodhin gjërat e gabuara. Fjalët I bën jehon në dhomë si një jehon e mençurisë së Helena Martinit, një gruaje që kishte rrezikuar gjithçka për të ekspozuar të vërtetën dhe që ja kishte transmetuar të njëjtin guxim vajzës së saj. Atëherë u vendos, tha Teddy. Do t'i kërkojmë ato prova. Pjesa tjetër e pasdites u kalua në planifikim. Danieli përdori kontaktet e tij për të organizuar aksesin në tek siguria, ndërsa Sofia ndihmoi të identifikojë saktësisht se cilët skedar do t'u duheshin të kërkonin në kopjet rezervë. Teddy kontribuoi me njohuritë e tij për sistemet e kompanisë dhe fjalëkalimet që mund të ishin ende aktive. Kur dielli filloi të perëndonte mbi Tiranë, të tre u larguan nga zyra e Danielit dhe u drejtuan për në zonën lindore të qytetit. Tek siguria ndodhej në një distrikt industrial, e rrethuar nga magazina dhe fabrika që natën shndërroheshin në silueta të errëta kundër qiellit portokalli. Kontakti I Danielit ishte një teknik I ri I quajtur Robert, I cili I takoi në hyrjen anësore të ndërtesës. Ai dukej nervoz, por I vendosur të ndihmonte. Motra jote ishte një njeri mirë, I tha ai Danielit ndërsa I çonte nëpër korridore plot me server që zhurmonin në heshtje. Kur ajo vinte këtu për të verifikuar kopjet rezervë, gjithmonë I trajtonte të gjithë me respekt. Jo si shumica e drejtuesve. Ata arritën në një dhomë plot me pajisje ku Roberti lokalizoi serveret që përmbanin të dhënat e mala I investime. Me gishta të shkathët, ai filloi të navigonte nëpër skedar, duke kërkuar kopjet rezervë të sistemit sakra të muajve para falimentimit. Ja ku është, tha ai pas disa minutash. Të gjitha të dhënat e sistemit, përfshirë regjistrat e modifikimeve, konfigurimet origjinale dhe madje edhe emailet e brendshme lidhur me zhvillimin e algoritmit. Sofia vëzhgonte ekranet me magjepsje ndërsa gigabajt të dhënash kopjoheshin në pajisje ruajtjeje portative. Ishte sikur po zhvarrosnin një kapsul kohe digjitale, duke ruajtur provat e një tradhtie që kishte shkatëruar kaq shumë jetë. Ka diçka të çuditshme këtu, tha Roberti papritur, duke rrudhur vetullat ndërsa shikonte njërin nga ekranet. Këtyre skedarëve u është qasur së fundmi. Dikush ka qenë këtu vetëm 2 javë më parë, duke shkarkuar të njëjtat të dhëna. Danieli dhe Teddy shkëmbyen vështrime të shqetësuara. Kush? Pyeti Danieli. Aksesi u autorizua nga Viktor Maloku, lexoi Roberti në ekran. Ai paraqiti dokumentacion ligjor duke pretenduar se I duheshin të dhënat për procesin e falimentimit. Gjaku I Teddit ngriu. Viktori jo vetëm që e dinte se ata po hetonin, por kishte arritur I paritë provat. Ai po përpiqej të shkatëronte ose të ndryshonte çdo gjë që mund ta inkrimimonte. A mund të shohim se çfarë ka aksesuar? Pyeti Sofia. Roberti shtypi komanda me shpejtësi. Po, ja ku është regjistri. Ai ka shkarkuar të gjithë skedarët lidhur me sistemin sakra, përfshirë konfigurimet origjinale dhe regjistrimet e modifikimit. Por kjo do të thotë se ai ka provat e mashtrimit të tij, tha Teddy I hutuar. Jo, tha Danieli ngadalë, duke kuptuar situatën. Kjo do të thotë se ai po përgatitet të falsifikojë prova. Nëse ai ka akses në skedarët origjinal, mund të krijojë versione të ndryshuara që e pafajsojnë atë dhe të inkriminojnë ty edhe më shumë. Madhësia e asaj që po përballeshin më në fund u bë e qartë për Teddyn. Ata nuk po luftonin vetëm për të provuar pafajësinë e tyre, por po garonin me kohën për të parandaluar Viktorin të krijonte prova false që do ta bënin të pamundur ekspozimin e së vërtetës.
Duhet të veprojmë shpejt, tha Sofia, me një vendosmëri që ua kujtoi të gjithë të rriturve në dhomë se, pavarësisht moshës së saj, ajo mbante forcën e nënës së saj. Roberti përfundoi kopjet dhe ia dorëzoi pajisjet e ruajtjes Danielit. Merrini këto dhe përdorini për mirë, tha ai. Nëse Helena kishte të drejtë për atë që ndodhi, ju keni në duart tuaja provën e mashtrimit më të madh financiar të viteve të fundit. Kur u larguan nga tek siguria, Tirana ishte zhytur në errësirën e natës. Dritat e qytetit shtriheshin deri në horizont si yje toksor, secila duke përfaqësuar jetë që vazhdonin rutinat e tyre, të pavetdijshme për dramën që po shpalosej mes tyre. Në makinën e Danielit, duke u kthyer në qendër të qytetit, Sofia theu heshtjen që ishte vendosur që kur zbuluan se Viktori kishte aksesuar të njëjtët skedar. Mami gjithmonë thoshte se kur dikush përpiqet shumë të fshehë diçka, është sepse ajo gjë është e rëndësishme, tha ajo. Nëse Zoti Viktor po punon kaq shumë për të mbuluar të vërtetën, është sepse e vërteta mund ta shkatërrojë atë. Teddy e shikoi vajzën në pasqyrën e pasme. Edhe në errësirën e makinës, ai mund të shihte vendosmërinë në sytë e saj. Helena Martini kishte rritur një vajzë të jashtëzakonshme, dikë që nuk do të friksohej as përballë detyrës së pamundur për të sfiduar një nga njerëzit më të fuqishëm të sektorit financiar shqiptar. Ke të drejtë, tha ai. Dhe nesër do t'i tregojmë botës saktësisht se kush është Viktor Maloku. Por ndërsa udhëtonin nëpër rrugët e Tiranës, asnjëri prej tyre nuk e dinte se Viktori ishte tashmë 2 hapa përpara, duke përgatitur një lëvizje që do të testonte jo vetëm vendosmërinë e tyre, por vetë mbijetesën e aleancës së tyre të pamundur. Ndërtesa e pasqyruar e Maloku Capital ngrihej madhështore në zonën e ish bllokut, 30 katet e saj reflektonin qiellin gri të mëngjesit Tiranas. Teddy vëzhgonte ndërtesën përmes xhamit të makinës së Danielit, duke ndier një përzierje zemërimi dhe vendosmërie që nuk e kishte provuar prej muajsh. Në duar, ai mbante një zarf ngjyrë kafe që përmbante provat që kishin mbledhur natën e kaluar, prova të pakundërshtueshme të tradhtisë që ja kishte shkatëruar jetën. Sofia ishte ulur pranë tij, e veshur me një fustan blu të errët që Danieli ja kishte blerë mëngjesin e kaluar. Ishte një veshje e thjeshtë, por elegante, që e bënte të dukej më e rritur dhe më serioze. Në 2 ditët e fundit, vajza ishte shndërruar nga një fëmijë i humbur në një të re të vendosur me një mision të qartë. A je i sigurt se do ta bësh në këtë mënyrë? Pyeti Danieli për herë të tretë. Mund t'i çojmë provat direkt në polici ose në autoritetin e mbikëqyrjes financiare. Teddy tundi kokën. Viktori ka lidhje në të gjitha këto vende. Ai tashmë ka dëshmuar se mund të manipuloj proceset zyrtare. Shansi ynë i vetëm është ta detyrojmë të rrëfehet publikisht, para dëshmitarëve që ai nuk mund t'i heshtë. Strategjia që kishin zhvilluar ishte e rrezikshme, por ishte e vetmja që ofronte një shans real për të ekspozuar të vërtetën. Atë mëngjes, Viktor Maloku do të mbante një konferencë shtypi për të njoftuar krijimin e një fondi të ri investimesh, duke përfituar nga rasti për të komentuar edhe një herë mbi papërgjegjshmërinë që kishte çuar në falimentimin e Mala Investime. Media më e rëndësishme financiare e vendit do të ishte e pranishme, përveç investitorëve potencial dhe autoriteteve rregullatore. Mami gjithmonë thoshte se ndonjëherë duhet ta përballësh përbindëshin në strofkën e tij, tha Sofia, duke rregulluar shiritin në flokë. Është e vetmja mënyrë për të qenë i sigurt se ai nuk mund të ikë. Ata dolën nga makina dhe ecën drejt ndërtesës. Teddy e kishte ndëruar kostumin e tij të rrudhosur me një të huazuar nga Danieli, që i rinte pak i madh, por të paktën ishte i pastër dhe i hekurosur. Ai duhej të dukej i respektueshëm kur të hynte në sallën e shtypit, të paktën për aq kohë sa të thoshte atë që duhej thënë. Hyrja e ndërtesës së Maloku Capital ishte një hapësirë e gjerë dhe luksoze, me dysheme mermeri italian dhe vepra arti bashkëkohore në mure. Disa roje sigurie qarkullonin në hall dhe një recepcioniste bjonde buzëqeshi profesionalisht kur ata ju afruan. Mirë dita, tha Teddy, duke u përpjekur ta mbante zërin të qetë. Jemi gazetar të akredituar për konferencën e shtypit të zotit Maloku. Gruaja kontrolloi një listë në kompjuterin e saj dhe rudhi vetullat. Nuk i shoh emrat tuaj këtu. A keni akreditime shtypi? Danieli doli përpara, duke treguar një kartë identiteti që e kishte përgatitur gjatë natës. Jemi nga revista Analiza Financiare, tha ai, duke përdorur emrin e një publikimi të vogël të specializuar që ekzistonte vërtet. E dërguam kërkesën tonë për akreditim dje me email.
Recepcionistja hezitoi për një moment, pastaj kontrolloi emailin e saj dhe gjeti mesazhin që Danieli kishte dërguar disa orë më parë. Ah, po, ja ku është. Ashensori për në sallën e eventeve është i treti në të djathtë. Ndërsa ngjiteshin në katin e 25, Sofia ja shtrëngoi dorën Tedit fort. Je nervoz? Pyeti ajo. Shumë, pranoi ai. Po ti? Edhe unë. Por mami gjithmonë thoshte se guximi nuk është të mos kesh frikë. Është të bësh gjën e duhur edhe kur ke frikë. Dyert e ashensorit u hapën për të zbuluar një korridor elegant që çonte në sallën e eventeve. Tashmë kishte lëvizje gazetarësh, kameramanësh dhe njerëzish të tjerë të përfshirë në prodhimin e konferencës së shtypit. Tedi njohu disa fytyra nga media financiare, njerëz që një vit më parë e trajtonin me respekt dhe që tani me siguri do ta shihnin si një figurë patetike që përpiqej të shpengojë. Salla në vetvete ishte mbresëlënëse, me dritare të mëdha që ofronin një pamje panoramike të Tiranës dhe një sken të vogël ku Viktor Maloku së shpejti do të bënte deklaratat e tij. Kishte rreth 50 njerëz të pranishëm, përfshirë gazetar, investitor dhe ata që dukeshin si autoritete rregullatore. Tedi e pa Viktorin në anën tjetër të sallës, duke biseduar gjallërisht me një grup biznesmenësh. Në moshën 55 vjeçare, Viktori ruante pamjen e suksesit që gjithmonë e kishte kultivuar, flokë të thinjura të prera në mënyrë perfekte, kostum italian pa të meta, buzëqeshje e sigurt që rrezatonte besim dhe kompetencë. Ishte e vështirë të besoje se ai njeri, që kishte qenë miku i tij më i mirë për 2 dekada, ishte përgjegjës për kaq shumë shkatërim. Ja ku është, murmuriti Sofia, duke ndjekur vështrimin e Tedit. Kujtoni planin, tha Danieli diskretisht. Presim që ai të filloj deklaratat dhe pastaj Tedi ndërhyn gjatë seancës së pyetjeve. Sofia, ti rri me mua derisa të jap sinjalin. Ata gjetën vende në fund të sallës dhe pritën. Dalë nga dalë, gumëzhima e bisedave u ul ndërsa njerëzit u rehatuan në karriget e tyre. Viktori u ngjit në skenën e vogël i shoqëruar nga 2 këshilltar, përshëndeti audiencën me buzëqeshjen e tij karakteristike dhe u pozicionua pas foltores. Zonja dhe zotërinj, filloi ai, zëri i tij duke mbushur lehtësisht sallën, është me kënaqësi të madhe që njoftoj sot krijimin e Montenegro Global Investment, një fond i ri që përfaqëson të ardhmen e investimeve shqiptare në tregun ndërkombëtar. Tedi ndjeu të përziera kur dëgjoi fjalët që rridhnin lehtësisht nga buzët e Viktorit. Aty ishte njeriu që kishte shkatëruar kompaninë e tij, kishte rënuar qindra familje dhe kishte shkaktuar në mënyrë indirekte largimin e parakohshëm të Helena Martinit, duke folur për të ardhmen e investimeve sikur të ishte një vizionar në vend të një kriminali. Vitet e fundit, vazhdoi Viktori, kemi dëshmuar raste tragjike të papërgjegjshmërisë në sektorin financiar shqiptar. Kompani si Ishmala Investime treguan se mungesa e kontrolleve të duhura dhe menaxhimi i pamatur mund të çojnë në pasoja shkatëruese për investitorët e pafajshëm. Ishte në atë moment që diçka brenda Tedit u thye. Të dëgjojë Viktorin të përdorte shkatërimin që ai vetë e kishte shkaktuar si shembull papërgjegjshmërie ishte përtej asaj që mund të duronte. Ai u ngrit papritur nga karrigja e tij, lëvizja shkaktoi një përshpërim kurreshtjeje nëpër sallë. Zoti Maloku, tha Tedi, zëri i tij duke mbartur më shumë se sa priste në sallë, a mund të komentoni mbi manipulimet sistematike të sistemit Sakra që shkaktuan falimentimin e Malaj Investime? Heshtja që pasoi ishte absolute. Kamerat e televizionit u kthyen nga Tedi, blicet e fotografëve filluan të shkrepen dhe një murmurim njohjeje përshkoi audiencën ndërsa njerëzit kuptuan se kush po fliste. Buzëqeshja e Viktorit u lëkund për një fraksion sekonde, por shpejt u përmblodh. Tedi, tha ai, duke u shtirur i habitur dhe ndoshta edhe i kënaqur që e shite. Çfarë befasie? Nuk e dija se ishe i pranishëm. Përgjigjuni pyetjes, këmbënguli Tedi duke ecur drejt skenës. A mund të shpjegoni se si arritët të ndryshonit parametrat e riskut të sistemit Sakra pa lënë gjurmë në regjistrat kryesor të auditimit? Viktori qeshi, një tingull i sforcuar që nuk i arriti sy. Tedi, e kuptoj që ende po përpiqesh të gjesh koka turku për gabimet e tua, por të bësh akuza të pabaza në publik nuk do të ndihmoj askën. Të pabaza? Tedi nxori zarfin ngjyrë kafe nga brenda xhaketës dhe e tundi në ajër. Kam këtu kopjet rezervë të plota të sistemit Sakra, përfshirë regjistrat që tregojnë saktësisht kur dhe si keni manipuluar algoritmet e analizës së riskut. Një gumëzhim emocioni përshkoi sallën.
Gazetarët filluan të merrnin shënime furishëm, kamerat u fokusuan në zarfin në duart e tij, dhe Teddy mund të shihte shprehje interesi të vërtet në fytyrat e njerëzve të pranishëm. Victory zbriti nga skena dhe eci drejt Teddyt duke ruajtur buzëqeshjen por me sy të ashpër. Po bën veten qesharak, tha ai me zë të ulët, vetëm që ta dëgjonte Teddy. Nuk ka asnjë provë sepse unë kur nuk kam bërë asgjë të gabuar. Atëherë nuk do t'ju prishte punë të shpjegonit këto transferta bankare në llogari jashtë vendit 2 javë para falimentimit të kompanisë? Sofia ishte bashkuar me ta, duke mbajtur një nga fletoret e nënës së saj. Shfaqja e vajzës shkaktoi një murmurim të re në audiencë. Victory e shikoi atë me një shprehje që përziente habin dhe diçka që mund të ishte frikë. Dhe kush je ti, vajzë? Pyeti ai, duke u përpjekur të mbante tonin për buzës. Unë quhem Sofia Martini, u përgjigj ajo, zëri i saj i qartë dhe i fortë pavarësisht moshës. Mamaja ime, Helena Martini, zbuloi mashtrimin tuaj para se të ndahej nga jeta. Ajo dokumentoi gjithçka. Emri Helena Martini pati një efekt të dukshëm te Victory. Për herë të parë që kur Teddy kishte filluar ta konfrontonte, maska e tij e besimit rrëshiti plotësisht. Helena Martini ishte paranojake, tha ai, por zëri i dridhej lehtë. Ajo shihte konspiracione aty ku nuk kishte. Atëherë e mbani mend, tha Sofia, duke hapur fletoren. A ju kujtohet kur ajo ju telefonoi, e shqetësuar për mos përputhjet në llogaritje? Dhe si thatë se po imagjinonte gjëra? Sofia filloi të lexonte me zë të lartë nga shënimet e nënës së saj, duke detajuar çdo bisedë që Helena kishte pasur me Viktorin, çdo përpjekje të dështuar për të paralajmëruar për parregullsi. Audienca dëgjonte në heshtje absolute, duke kapur çdo fjalë. Danieli u shfaq pranë tyre, duke mbajtur një laptop. Zonja dhe zotërin të medias, tha ai, nëse më lejoni, do të doja të tregoja prova konkrete të pretendimeve që po bëhen. Ai lidhi laptopin me një projektor dhe filloi të shfaqte të dhëna nga kopjet rezervë që kishin rikuperuar natën e kaluar. Grafikët tregonin qartë se si parametrat e sistemit Sakra ishin ndryshuar, tabelat detajonin transfertat financiare të dyshimta të Viktorit dhe emailet e brendshme zbulonin një koordinim të kujdesshëm për të manipuluar analizat e riskut. Kjo është një fabrikim, bërtiti Viktori, duke humbur plotësisht toruan. Këto të dhëna janë ndryshuar. Teddy po përpiqet të më inkriminojë për t'i shpëtuar përgjegjësive të tij. Atëherë ju mohoni të keni krijuar llogarinë dytësore të emailit që merrte alarmet për ndryshimet në sistem, pyeti një gazetar nga rreshti i parë. Mohoni të keni shitur aksione të kompanive që e dinit se do të prekeshin nga humbjet e mala i investime, pyeti një tjetër. Mohoni të keni manipuluar algoritmet e riskut në të paktën 12 raste në 6 muajt para falimentimit? Sofia lexoi direkt nga shënimet e nënës së saj. Pyetjet vinin nga të gjitha anët tani, një bombardim akuzash të bazuara në provat që po paraqiteshin. Viktori shikonte rreth sallës si një kafshë e zënë në kurth, duke kërkuar një rrugdalje që nuk ekzistonte. Ju nuk kuptoni, tha ai më në fund, zëri i dëshpëruar. Tregu shqiptar ishte shumë i paqëndrueshëm. Dikush duhej të merrte vendime të vështira për të mbrojtur investimet reale. Teddy ishte shumë emocional, shumë i lidhur me metodat e vjetra. Atëherë ju pranoni se e keni manipuluar sistemin, pyeti një reportere televizive. Viktori e kuptoi tepër vonë se kishte rënë në kurth. Në dëshpërimin e tij për t'u justifikuar, ai kishte rrëfyer saktësisht atë për të cilën po e akuzonin. Unë mbrojta interesat e investitorëve më të rëndësishëm, belbëzoi ai. Teddy do të kishte rënuar gjithçka me menaxhimin e tij të paaftë. Mbrojtët me koston e qindra familjeve që humbën kursimet e tyre, tha Sofia, zëri i saj i ngarkuar me një trishtim të thellë. Mbrojtët me koston e jetës së nënës sime. Heshtja që pasoi ishte absolute. Në deklaratat e fundit të Viktorit, të gjithë njerëzit e pranishëm kishin dëgjuar një rrëfim të plotë. Ai kishte pranuar manipulimin, sabotimin dhe përdorimin e informacionit të privilegjuar për të përfituar nga shkatërrimi i kompanisë së ortakut të tij. Teddy ndjeu këmbët t'i dridheshin. Për muaj me radhë, ai kishte mbajtur peshën e fajit, duke besuar se paaftësia e tij kishte shkatëruar jetën e kaq shumë njerëzve. Tani, para dhjetëra dëshmitarëve dhe kamerave televizive, e vërteta më në fund ishte zbuluar. Zoti Maloku, tha Danieli, duke mbyllur laptopin, sugjeroi të kërkoni një avokat. Këto prova tashmë janë dërguar policisë, autoritetit të mbikëqyrjes financiare dhe prokurorisë.
Viktori hodhi syt rreth sallës për herë të fundit, pa fytyrat e gazetarëve që tashmë po shkruanin furishëm në telefonat e tyre dhe pastaj thjesht u largua, i shoqëruar nga vështrimet përballëse të njerëzve që minuta më parë e trajtonin me respekt. Në ditët që pasuan, historia shpërtheu në mediat shqiptare. Mashtrimi më i madh financiar i dekadës, shkruanin gazetat. Biznesmeni manipulon sistemin për të shkatëruar ortakun, deklaronin faqet e lajmeve. Vajza 8 vjeçare ekspozon konspiracionin financiar, raportonin programet televizive. Viktor Maloku u arrestua 3 ditë më vonë, i akuzuar për mashtrim, manipulim tregu dhe përdorim të informacionit të privilegjuar. Pasuritë e tij u ngrin dhe hetimet zbuluan një rrjet korrupsioni që shtrihej shumë përtej malaj investime. Për Tedin, shfaqësimi publik ishte vetëm fillimi i një procesi më të gjatë rindërtimi. Emri i tij u pastrua zyrtarisht, proceset penale kundër tij u mbyllën dhe disa propozime pune filluan të vinin. Por transformimi më i rëndësishëm në jetën e tij nuk kishte të bënte me para apo karrierë. 2 javë pas ekspozimit të Viktorit, Tedi ishte ulur në zyrën e një punonjëseje sociale, duke mbajtur dorën e Sofis ndërsa ajo nënshkruante letrat që do të zyrtarizonin birësimin e saj. Vajza kishte humbur nënën e saj, por kishte gjetur një baba. Tedi kishte humbur kompaninë e tij, por kishte gjetur një vajzë. Babi, tha Sofia, duke përdorur fjalën për herë të parë, mami do të ishte krenare për ne, apo jo? Tedi shikoi vajzën e jashtëzakonshme që kishte hyrë në jetën e tij në një restorant modest në rrugën e Kavajës dhe kishte ndryshuar gjithçka. Helena Martini kishte rritur jo vetëm një vajzë inteligjente dhe guximtare, por një person që kuptonte thellësisht vlerën e së vërtetës dhe drejtësisë. Po, zemra ime, tha ai, duke e përqafuar. Mamaja jote do të ishte shumë krenare. Për të dy ne. Jashtë zyrës së punonjëses sociale, Tirana vazhdonte ritmin e saj frenetik. Makinat i binin borive në trafik, njerëzit ecnin me nxitim nëpër trotuare, qyteti pulsonte me jetën e miliona njerëzve që ndiqnin ëndrat e tyre dhe përballeshin me sfidat e tyre. Por për Tedin dhe Sofin, bota ishte bërë një vend tjetër. Një vend ku e vërteta mund të triumfonte mbi gënjeshtrën, ku guximi i një fëmie mund të rrëzonte një perandori korrupsioni, dhe ku 2 njerëz të humbur mund të gjenin njëri tjetrin dhe të ndërtonin një familje të re të bazuar në dashuri dhe ndershmëri. 6 muaj më vonë, Tedi hapi kompaninë e tij të re të konsulencës financiare, e specializuar në auditim dhe zbulimin e mashtrimeve. Sofia, tani 9 vjeç, ndiqte një shkollë të mirë private dhe ende e ndihmonte baban me llogaritje komplekse në pasditet e lira, duke treguar një talent të natyrshëm për matematikën që do ta bënte nënën e saj të krenohej. Çdo natë, para se të flinin, ata kujtonin Helena Martinin dhe guximin që ajo kishte treguar duke kërkuar të vërtetën, edhe pse i dinte rreziqet që përballej. Dhe çdo mëngjes, ata zgjoheshin mirënjohës që kishin gjetur njëri tjetrin dhe për shansin për të ndërtuar një të ardhme ku drejtësia dhe ndershmëria nuk ishin vetëm ideale, por realitete të jetuara. Historia e Tedi Malajt dhe Sofia Martinit u bë një simbol shprese për shumë njerëz që përballeshin me situata të pamundura. Ajo dëshmoi se edhe kur gjithçka duket e humbur, kur e gjithë bota kthehet kundër teje, e vërteta ende ka fuqinë të lirojë. Dhe se ndonjëherë personi më i vogël mund të ketë guximin më të madh. Në fund, nuk ishte pasuria apo pushteti që triumfuan, por vendosmëria e një vajze që refuzoi të lejonte që kujtimi i nënës së saj të shkonte dëm, dhe forca e një njeriu që gjeti shpengim jo vetëm për veten, por për të gjithë ata që u ishte bërë pa drejtësi nga lakmia e atij që duhej të ishte i denjë për besim, 2 vjet më vonë. Zyra e Malaj Auditim dhe Konsulencë zinte një kat të tërë të një ndërtese moderne në zonën e Air Albania Stadium, me pamje nga lumi Lana dhe malet e largëta që rrethonin Tiranën. Ishte një hapësirë e ndritshme dhe mikpritse, me bimë në dritare dhe fotografi familjare në tavolina, shumë ndryshe nga mjedisi i ftohtë korporativ që Tedi kishte njohur në të kaluarën. Sofia, tani 10 vjeç, ishte ulur në një tavolinë më të vogël pranë tryezës kryesore, duke ndihmuar baban të rishikonte raportet financiare. Flokët e saj gështenjë ishin rritur dhe ishin lidhur në gërsheta, dhe ajo mbante syze të vogla që i jepnin një pamje edhe më serioze. Në murin pas saj, një fotografi e kornizuar tregonte Helena Martinin duke buzëqeshur, një prani e vazhdueshme që bekonte punën që bënin së bashku. Babi, ka diçka të çuditshme në këto numra të kompanisë së ndërtimit, tha Sofia, duke treguar një tabelë në kompjuter. Shpenzimet për materialet janë rritur me 40% në 3 muaj, por nuk ka pasur rritje proporcionale në prodhim.
Teddy u afrua për të shqyrtuar të dhënat që vajza kishte identifikuar. Në 2 vjet duke punuar së bashku, ai kishte mësuar t'i besonte plotësisht instinktit matematik të Sofisë. Vajza kishte një talent të natyrshëm për të zbuluar parregullsi që shpesh u shpëtonin edhe auditorëve me përvojë. Ke të drejtë, tha ai, duke analizuar mospërputhjet. Mund të jetë mbifaturim ose devijim materiali. Do të na duhet një hetim më i thellë. Malaj Auditim ishte specializuar në zbulimin e mashtrimeve korporative, duke ndihmuar kompanitë dhe investitorët të shmangnin llojet e manipulimeve që kishin shkatëruar kompaninë e vjetër të Teddit. Puna ishte shpërblyese jo vetëm financiarisht, por edhe emocionalisht. Çdo mashtrim i zbuluar, çdo skemë e çmontuar, ishte një fitore kundër njerëzve si Viktor Maloku. Dera e zyrës u hap dhe Daniel Martini hyri, duke mbajtur një dosje plot me dokumente dhe 2 gota kafe. Ai ishte bërë ortak jo zyrtar i kompanisë, duke ofruar ekspertizë teknike dhe duke ndihmuar me raste më komplekse. Prania e Dajes kishte qenë thelbësore për Sofin në muajt e parë pas birësimit, duke ofruar një urë lidhëse midis jetës së saj të mëparshme dhe realitetit të saj të ri. Mirëmëngjes, njerëz, tha Danieli, duke i dhënë një kafe Teddit dhe një gotë çokoladë të nxehtë Sofisë. Kam lajme të reja për çështjen Maloku. Gjyqi i Viktorit kishte zgjatur më shumë se një vit, me mbrojtjen e tij që përpiqej të bënte gjithçka për të minimizuar akuzat. Por provat e mbledhura nga Helena Martini, të kombinuara me hetimet e mëvonshme që zbuluan skema të tjera mashtruese, kishin qenë të pakundërshtueshme. Viktori u dënua me 12 vjet burg, përveç detyrimit për të paguar dëmshpërblime milionësh e investitorëve të dëmtuar. Çfarë ndodhi? Pyeti Sofia, gjithmonë e interesuar për zhvillimet e çështjes që u kishte ndryshuar jetën. Mbrojtja e tij paraqiti një tjetër ankesë, por gjykata e refuzoi përsëri, shpjegoi Danieli. Dënimi është konfirmuar. Ai do ta vuajë dënimin plotësisht. Teddy ndjeu një kënaqësi të heshtur. Nuk ishte hakmarrje ajo që kërkonte, por drejtësi. Çdo ditë që Viktori kalonte në burg ishte një ditë kur njerëz të tjerë ishin të mbrojtur nga skemat e tij. Mëngjesi kaloi shpejt me punën rutinë, analizat financiare dhe përgatitjen e raporteve. Sofia ndiqte një shkollë private në mëngjes dhe kalonte pasditet në zyrë, ku ishte bërë një lloj nusk për punonjësit. Ajo kishte tavolinën e saj, projektet e saj dhe madje edhe karta vizite ku shkruaj Sofia Malaj, konsulente e re. Rreth mesditës, sekretarja e kompanisë njoftoi përmes interfonit se kishte një vizitë për Teddin. Ai nuk priste askënd dhe agjenda e tij ishte e lirë deri pasdite. Le të ngjitet, tha ai, i intriguar. Disa minuta më vonë, një grua rreth të 40-tave hyri në zyrë. Ishte elegante, e veshur mirë, me flokë të shkurtra bjonde dhe sy blu që dukeshin se mbanin një trishtim të thellë. Ajo hezitoi te dera, sikur të mos ishte e sigurt se duhej të ishte aty. Zoti Malaj, tha ajo, zëri i butë por i tensionuar. Unë quhem Karla Dervishi. Shpresoj të mos ju shqetësoj. As pak, u përgjigj Teddy, duke u ngritur për ta përshëndetur. Si mund t'ju ndihmoj? Sofia shikoi mbi syze, gjithmonë kurioze për vizitorët që vinin në zyrë. Shumica ishin biznesmen të shqetësuar për parregullsi në kompanitë e tyre ose investitorë që ishin mashtruar dhe kërkonin ndihmë. Bëhet fjalë për burrin tim, tha Karla, duke u ulur në karrigen e ofruar. Ai punonte si kontabilist te Maloku Capital. Humbi punën kur kompania u hetua dhe që atëherë gjërat nuk kanë qenë të lehta. Emri Maloku Capital e bëri Teddin të ndalonte. Ishte kompania që Viktori kishte krijuar pasi u largua nga Mala Investime, e njëjta ku ai kishte orkestruar skemat e tij të fundit mashtruese para se të arrestohej. Më vjen keq për atë që keni kaluar, tha Teddy sinqerisht. Shumë njerëz të pafajshëm u dëmtuan nga veprimet e Viktor Malokut. Kjo është ajo që doja të flisja me ju, vazhdoi Karla, duke hapur një çantë të vogël dhe duke nxjerrë një zarf. Burri im, Roberti, gjithmonë besonte se juve ju ishte bërë pa drejtësi. Kur gjithçka doli në dritë, kur u zbulua e vërteta, ai u ndjet merësisht keq që nuk e kishte kuptuar se çfarë po ndodhte. Ajo ia dha zarfin Teddit. Para se të ndahej nga jeta, Roberti gjeti disa dokumente në zyrë që mund të ishin të rëndësishme. Ai nuk dinte çfarë të bënte me to, por gjithmonë thoshte se një ditë do të gjente një mënyrë për të ndihmuar familjet që u dëmtuan. Teddy hapi zarfin dhe gjeti disa flet letre, të gjitha të mbuluara me shënime të shkruara me dorë dhe fotokopje të dokumenteve financiare.
Ishte një regjistër i detajuar i transaksioneve të dyshimta që Roberti kishte vëzhguar gjatë muajve të tij të fundit të Maloku Capital. Burri juaj u nda nga jeta, pyeti Sofia butësisht, duke përdorur të njëjtën gjuhë delikate që kishte mësuar kur flisnin për nënën e saj. Karla tundi kokën, lotët ju formuan në sy. 6 muaj më parë. Mjeku tha se ishte zemra, por unë e di se ishte pesha e fajit. Roberti ishte një njeri shumë i ndershëm. Të zbulonte se kishte punuar për dikë si Viktor Maloku e shkatërroi për brenda. Danieli u afrua dhe shqyrtoi dokumentet. Këto regjistrime janë shumë të detajuara, tha ai. Roberti po dokumentonte operacione që as auditorët zyrtar nuk i zbuluan. Teddy i studioi letrat më me vëmendje. Ishin prova të skemave të tjera mashtruese, operacione që kishin ndodhur edhe pas kolapsit të Mala i Investime. Viktori kishte vazhduar të mashtronte njerëz deri në momentin e fundit të mundshëm. Zonja Karla, tha Sofia, duke u ngritur nga tavolina e saj dhe duke ju afruar vizitores, mund t'ju pyes nëse zoti Robert kishte fëmijë? Po, u përgjigj Karla, duke buzëqeshur mes lotësh. Një vajzë, Ana Begu. Ajo është 12 vjeç tani. Sofia e shikoi Teddyn me një shprehje domethënëse. Ishte e njëjta shprehje që ajo kishte përdorur 2 vjet më parë në restorantin në rrugën e Kavajës, kur kishte vendosur se ata duhej të punonin së bashku për të ekspozuar të vërtetën. Babi, tha ajo, mendoj se duhet ta ndihmojmë zonjën Karla dhe Anën. Dhe mendoj se zoti Robert do të donte që ne t'i përdornim këto informacione për të ndihmuar familje të tjera që u dëmtuan. Teddy buzëqeshi. Sofia kishte zhvilluar jo vetëm talentin matematik të nënës së saj, por edhe dëmshurinë dhe ndjenjen e saj të drejtësisë. Vajza kuptonte instinktivisht se puna e tyre nuk ishte vetëm për të zbuluar mashtrime, por për të mbrojtur njerëz të pafajshëm. Ke të drejtë, tha ai. Zonja Karla, këto dokumente që burri juaj ka ruajtur mund të ndihmojnë viktimat të tjera të Viktor Malokut të rikuperojnë të paktën një pjesë të asaj që humbën. Gjatë 2 orëve të ardhshme, Karla tregoi historinë e familjes së saj, se si Roberti kishte luftuar me depresionin pasi zbuloi se ishte përdorur si instrument në skema mashtruese, dhe se si ajo tani e rriste Anën vetëm me burime të kufizuara. Danieli shpjegoi se si dokumentet e Robertit mund të përdoreshin për të rihapur hetimet dhe potencialisht për të rikuperuar pasuri të fshehura nga Viktori. Sofia, nga ana e saj, i tregoi Karlës se si funksiononte kompania dhe se si ata e kishin shndërruar një tragjedi personale në një forcë për të mirën. E dini, tha Karla, duke u bërë gati të largohej, Roberti gjithmonë thoshte se gjërat e këqija ndonjëherë ndodhin për të na mësuar si të jemi njerëz më të mirë. Mendoj se ai do të ishte i lumtur duke ditur se shënimet e tij do të ndihmojnë familje të tjera. Pasi Karla u largua, Teddy, Sofia dhe Danieli qëndruan në zyrë duke diskutuar hapat e ardhshëm. Dokumentet e Robertit do të hapnin një front të ri hetimi, potencialisht duke çuar në rikuperimin e miliona eurove për viktimat e mashtrimeve. E dini çfarë do të thotë kjo? Pyeti Sofia, duke organizuar letrat në pirgje të rregullta. Se do të kemi shumë punë përpara, u përgjigj Teddy. Jo, tha Sofia, duke buzëqeshur. Do të thotë se mami dhe zoti Robert ende po ndihmojnë njerëz, edhe pse nuk janë më këtu. Do të thotë se mirësia e tyre vazhdon të jetojë përmes asaj që bëjmë ne. Teddy shikoi vajzën e tij të jashtëzakonshme, një vajzë që kishte mësuar ta shndërronte dhimbjen në qëllim, tragjedinë në mision. Helena Martini kishte rritur dikë vërtet të veçantë, dikë që e shihte botën jo vetëm si një vend problemesh për t'u zgjidhur, por si një vend ku gjithmonë kishte shpresë për ata që ishin të gatshëm të luftonin për atë që është e drejtë. Pasdite, kur Sofia ishte në shkollë, Teddy mori një telefonat të papritur. Ishte nga një producent televiziv i interesuar për të bërë një dokumentar për historinë e tij dhe të Sofisë. Propozimi ishte joshës, të tregonin historinë e tyre për miliona njerëz, të frymëzonin të tjerë që përballeshin me situata të vështira. Por kur Sofia u kthye nga shkolla dhe ai ia përmendi propozimin, ajo tundi kokën menjëherë. Babi, historia jon nuk ka nevojë të jetë e famshme për të qenë e rëndësishme, tha ajo. Ajo që ka rëndësi është që ne të vazhdojmë të ndihmojmë njerëz si zonja Karla. Mami gjithmonë thoshte se heroizmi i vërtet ndodh kur askush nuk po shikon. Teddy u pajtua. Ata e kishin gjetur qëllimin e tyre jo në famë apo njohje publike, por në punën e heshtur për të mbrojtur të tjerët nga ata që do të abuzonin me besimin e tyre.
Atë natë, ndërsa Sofia bënte detyrat e shtëpisë në tavolinën e kuzhinës së apartamentit të tyre pranë liçenit artificial, Teddy përgatiste darkën dhe reflektonte se si u kishte ndryshuar jeta. 2 vjet më parë, ai ishte një njeri i shkatëruar që jetonte në një dhomë me qira në blok, duke besuar se jeta e tij kishte mbaruar. Tani, ai kishte një vajzë që e donte më shumë se gjithçka në botë, një kompani të suksesshme që bënte ndryshim në jetën e njerëzve dhe një qëllim që i jepte kuptim çdo ditë. Më e rëndësishmja, ai kishte mësuar se shpengimi nuk vinte nga fshirja e së kaluarës, por nga përdorimi i mësimeve të së kaluarës për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Babi, tha Sofia, duke ngritur syt nga detyra e matematikës, mund të bëj një pyetje? Sigurisht, zemra ime. A mendon se kur të plakemi, fëmijë të tjerë do të kenë nevojë për ndihmën tonë, siç pata unë nevojë për tënden? Teddy buzëqeshi, i prekur nga mençuria e pyetjes. Me siguri po. Pse? Sepse dua të jem gati t'i ndihmoj. Siç ishe ti gati të më ndihmoje mua dhe siç më përgatiti mami mua për të të ndihmuar ty. Aty ishte trashëgimia e vërtetë e Helena Martinit, jo vetëm një vajzë e jashtëzakonshme, por një linjë mirësie që do të përjetësohej ndër breza. Sofia kishte mësuar jo vetëm matematikë dhe logjik, por vlerat më të thella të jetës, guximin dhe mshurinë dhe vendosmërinë për të bërë atë që është e drejtë. Atë natë, pasi Sofia fjeti, Teddy ul në balkonin e apartamentit të tij, duke parë dritat e Tiranës që shtriheshin deri në horizon. Diku atje jashtë, Viktor Maloku po paguante për krimet e tij në një qeli burgu. Në një vend tjetër, familje si ajo e Karlës dhe Anës po luftonin për të rindërtuar jetën e tyre pasi ishin tradhtuar nga njerëz të cilëve u besonin. Por kishte edhe shpresë. Kishte njerëz si Danieli që përdornin aftësitë e tyre për të mbrojtur të pambrojturit. Kishte punonjës si Roberti që edhe pse përballeshin me presione të mëdha, zgjidhnin të dokumentonin të vërtetën. Dhe kishte fëmijë si Sofia që mbanin brenda tyre vendosmërinë për ta bërë botën një vend më të mirë. Historia që kishte filluar në një restorant modest në rrugën e Kavajës ishte shndërruar në diçka shumë më të madhe se shpengimi personal i një njeriu apo kërkimi i drejtësisë nga një vajzë guximtare. Ajo ishte bërë një provë se edhe në momentet më të errëta, kur gjithçka duket e humbur, ende është e mundur të gjesh dritë. Dhe ajo dritë, Teddy e dinte, do të vazhdonte të shkëlqente përmes Sofisë dhe përmes të gjithë njerëzve që ajo do të ndihmonte gjatë jetës së saj të jashtëzakonshme. Fitoria e vërtet nuk ishte në mposhtjen e Viktor Malokut, por në sigurimin që ligësia e tij të mos përjetësohej, që lakmia e tij të zëvendësohej nga bujaria, pandeshmëria e tij nga e vërteta. Ndërsa qyteti flinte rreth tij, Teddy i bëri një premtim të heshtur Helena Martinit. Ai do të vazhdonte të nderonte kujtimin e saj duke mbrojtur Sofin dhe duke përdorur talentin e saj për të mbrojtur të tjerët. Linja e mirësisë do të vazhdonte, brez pas brezi, derisa bota të bëhej vendi që Helena kishte ëndërruar se mund të ishte. Një vend ku e vërteta mposhte gënjeshtrën, ku guximi të i kalonte frikën dhe ku dashuria ishte gjithmonë më e fortë se urrejtja.